Më 29 prill në Vlorë u zhvillua ceremonia për inaugurimin e landfillit të ri të Sherishtës, i promovuar si një zgjidhje për problemin e grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Por vetëm pak javë më vonë, realiteti dëshmon një tjetër pamje. Mbetjet vazhdojnë të hidhen në fushat e vjetra të mbeturinave, duke ndotur mjedisin. Ceremonia e zhvilluar në praninë e kryebashkiakut Ermal Dredha u shoqërua me premtime për një ndryshim në menaxhimin e mbetjeve në qytet. U deklarua se landfilli i ri do të garantonte përpunimin dhe trajtimin modern të mbetjeve, ndërkohë që fushat e vjetra të grumbullimit do të kapsuloheshin dhe mbylleshin sipas standardeve mjedisore. Çdo vit, vend grumbullimi aktual i mbetjeve urbane kthehet në një vatër, po themi, ndotje të mjedisit për qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm, pasi ne kemi qenë dëshmimtar të disa vatrave të zjarrit në cilat kanë rënë në këtë vend grumbullim dhe të cilat kanë shkaktuar ndotje në të gjithë perimetrin e qytetit të Vlorës, madje në të gjithë zonën bregdetare të qytetit të Vlorës, e cila për fat keq e them përsëri, është për shkak të keq menaxhimit. Ndërkohë të njëjtat shqetësime shpreh edhe ambientalisti dhe aktivisti Niko Dumani. Largimi i mbetjeve nga pikat e grumbullimit bëhet shumë ngadalë. Dhe sipas ligjit ato nuk largohen brenda intervalit 24 orësh. Së dyti, shumë mbetje për mungesë të makinës teknologjike bëjnë me makina të hapura dhe me punëtorë të mbledhin me lopatë. Së treti, largimi i mbetjeve nga pikat e grumbullimit bëhet gjatë gjithë ditës. Kurse rregulli është që ato në orët e para të mëngjesit duhet të ketë përfunduar largimi i mbetjeve nga pikat e grumbullimit. Qytetarët janë në presioni ose në ndikimin e këtyre gazeve të henjta dhe me infeksione nga më të ndryshme. Banorët e zonave përreth fushave të vjetra raportojnë se po përballen me erë të rënd, prani të madhe insektesh dhe rrezik për shëndetin, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit. Landfilli i Sherishtës është promovuar si një nga investimet më të rëndësishme për mjedisin në jug të vendit, me qëllim për të modernizuar menaxhimin e mbetjeve dhe për të ndaluar ndotjen që prej dekadash ka përndjekur qytetin. Deri tani autoritetet vendore nuk kanë dhënë një afat të qartë për kalimin e të gjitha mbetjeve në landfillin e ri. Gjithashtu mungojnë informacionet për ecurinë e procesit të kapsulimit të fushave të vjetra apo masat e ndërmarra për monitorimin mjedisor të zonave të prekura.